Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salat dhe salamat qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Gjematin të nderuar, vëllezër musliman, motra të nderuar muslimane, sonte do të flasim për historinë e Yunusit alayhis salam dhe mësimet që nxjerrim prej kësaj historie. Historia e të dërguarit të Allahut, Yunusit alayhis salam, është nga historitë e rralla që përmenden në Kur'anin e Madhërueshëm. Në Kur'anin fisnik, lidhur me gjenealogjinë e tij, nuk ceket gjëkundi ashtu siç ceket për profetët e tjerë. Gjithçka që dimë rreth tij është se quhej Yunus, i biri i Metas, nga pasardhësit e profetit Ibrahim alayhis salam. Në Kur'an ai njihet edhe me emrin Dhunun ose njeriu i balenës. Zoti e dërgoi profet në një qytet të madh që njihej me emrin Nejneva. Ky qytet ndodhet në veri të Irakut përballë qytetit të Mosulit, dy qytete që ndahen nga lumi Tigër. Tregon historiani dhe komentatori i Kur'anit Ibn Kathiri lidhur me kohën e tij dhe thot: në këtë qytet ekzistojnë mbetje të vendbanimeve të këtij populli, si dhe shumë statuja të kthyer përmbys. Thot Allahu xhalla shanu në Kur'anin Karim, kapitulli Safat, në ajetin 139, Yunusi ka qenë gjithashtu njëri nga të dërguarit. Pra ky ajet kuranor është e vërteton pejgamberllëkun e Yunusit alayhis salam. Banorët e Nejnevas ishin të shumt në numër, gjë e cila ceket edhe në një ajet kuranor, ku Allahu xhalla shanu thot: pastaj e dërguam atë të 100.000 e më tepër njerëz. Dietarët mendojnë se numri i banorëve ishte 120.000 dhe ishin të gjithë jo besimtarë. Yunusi alayhis salam vazhdoi të ftoi në besimin e drejtë pa u lodhur as pak, veç se e refuzuan Yunusin alayhis salam ata dhe e kërcënuan, siç kishte ndodhur edhe me profetët e tjerë para Yunusit alayhis salam. I gjendur në një situatë të tillë, Yunusi alayhis salam u largua nga populli i tij. Zoti i kishte dhënë leje që t'ju tregoj mbi afatin 3 ditor, që pas 3 diteve do të ndëshkohen, por nuk i kishte dhënë leje që të largohej nga qyteti. Thot Allahu xhalla shanuhu, kujtoje Dhunnunin, pra Yunusin, kur iku i zemruar. Yunusi alayhis salam iku i zemruar me popullin e tij, të cilët e refuzuan fen, siç duket qartë dhe nga konteksti. Ai e braktisi popullin e tij pa marrë leje nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla shanuhu thot: kujtoje Dhunnunin, Yunusin, kur iku i zemëruar e mendoi se ne nuk do ta arrijmë. Disa dietarë dhe interpretues të Kur'anit këtë ajet kuranor kur e komentojnë me disa gafa të cilat janë të papranuara, siç thot Imam Ar-Raziu, kushdo që mendon se Zoti është i pafuqishëm për diçka ka rënë në kufër, sepse ata mendojnë që Yunusi alayhis salam ka menduar që ka me ikë prej qytetit edhe Zoti nuk mundet më arrit. Mirë, po nuk e ka këtë kuptim. Kështu shpreha se Yunusi alayhis salam mendoi se Zoti nuk do e arrijë, ka një kuptim krejtësisht tjetër nga ai që mund të vi dikujt ndërmend.
e kemi për me e këfjell kuptimin e këtij ajeti kuranor, e kemi rastin e Muavijut. Pra në një transmetim nga Muavija, i cili i thot Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, dje më kanë goditur valët e Kur'anit, më kanë bërë të lëkundur. Doja të dilja nga kjo lëkundje dhe hezitim, por e kisha të pamundur. Shpresa ime për të sqaruar nga kjo gjendje, je vetëm ti. Muavija po i thot Abdullah ibn Abbasit. Kjo pasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ishte njeriu më i ditur lidhur me interpretimin e Kur'anit, sepse pejgamberi alayhis salam ishte lutur që Abdullah ibn Abbasi ta kuptoi Kur'anin sa më mirë. Kur e dëgjoi ibn Abbasi radhiyallahu anhu, e pyeti, cilat qenë kanë këto ajete o Muavije? Muavija i u përgjigj: si është e mundur që Yunusi a.s. profet i Zotit të mendoj se Zoti nuk e mbërrin dot? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ju përgjigj: nuk është ashtu o Muavije, por fjala kadere që përmendet në këtë ajet ka dy kuptime. I pari është ai që mendove ti dhe i dyti është dënimi dhe ndëshkimi. Kështu Yunusi a.s. mendoi se duke qenë profet i Zotit dhe se populli i tij e kishte refuzuar, madje edhe e kishte kërcënuar, nuk do të ndëshkohet, po të largohet nga qyteti, qoftë edhe pa lejen e Allahut xhaleshanu. Kështu Yunusi a.s. e braktisi qytetin duke menduar se Zoti nuk ka përse ta ndëshkoj, sepse ka menduar ai që do të ndëshkohet në qoftë se rre në mesin e gjithë atyre të cilët e refuzuan dhe e kërcënuan. Pasi u përcolli afatin 3 ditor të ndëshkimit, menjëherë ai u nis drejt detit për të u larguar, jo që ka menduar se dënimi i Allahut nuk ka me emrin. Pasi që Yunusi a.s. u larguan nga qyteti, ndërkohë shenjat e para të ndëshkimit filluan të shfaqeshin në Nejneva. Një re e madhe dhe e zezë plot me shkërptëtima filloi të u afrojë banorëve të qytetit. Kur e pan banorët e qytetit të rinë në ditën e parë, e kuptuan se po u afrohen ndëshkimi ashtu siç i kishte paralajmëruar Yunusi a.s. duke qenë se ishin afër popullit të Lutit, e dinin se çfarë i kishte ngjarë atij populli. Të friksuar, paria e Nejnevas, u mblodhën të diskutojnë mbi hapat e arshëm apo më tutjeshëm. Ata vendosën që të mbledhin të gjithë njerëzit e qytetit dhe u thanë: kjo që po na ndodh është pikërisht paralajmërimi i Yunusit a.s. Sot nuk kemi shpëtim tjetër veç se të pendohemi dhe të pranojmë fen e Yunusit a.s. Kështu, të gjithë banorët e qytetit, 120.000 më tepër, varësisht ta kanë qenë, pranuan besimin monoteist, por ndërkohë që Yunusi nuk ishte prezent aty sepse ai kishte vazhduar për në Bregdet. E veç kësaj, ata veshën rroba të harnuara. Si shenjë për ulje ndaj Zotit, i ndanë nënat nga foshnjat e tyre, në mënyrë që të qajnë sa më shumë të dy palët, si shenjë pendese për me ndëgju Allahu xhaleshanu pendimin e tyre. Unë gjitën në kodrave dhe filluan të luteshin dhe të përgjeroheshin. Kjo ndërkohë që reja e zezë qëndronte sipër kokave të tyre. Për 3 ditë ata u lutën me përgjërim, derisa Zoti u pranoi lutjet dhe e largoi ndëshkimin e tij. Thot Zoti në Kur'an: përse nuk patin ndonjë qytet, banorët e të cilit
të besonin e të u bënte dobi besimi i tyre, përveç popullit të Yunusit. Kur ata besuan, ne u alarguam dënimin e poshtërimit në jetën e kësaj bote dhe i lam të kënaqëshin edhe për një kohë. Përveç popullit të Yunusit asnjë popull tjetër nuk ka besuar në fenë e profetit të tyre, pasi që ata kanë qenë të lajmëruar për dënimin që do t'ju vjen nga ana e Allahu xhalla shanuhu. Pra asnjë popull përveç popullit të Yunusit. Thot Ibn Kathiri, vet ajeti tregon se nuk ekziston fshat dhe qytet tjetër që të kenë besuar të gjithë siç besoi populli i Yunusit a.s. Në çdo fshat dhe qytet do të gjesh besimtar dhe jo besimtar, kurse populli i Yunusit a.s. të gjithë pa përjashtim përqafuan fenë e vërtet, pra fenë islame. Yunusi a.s. në det. Yunusi a.s. nuk dinte çfarë ka ndodhur me popullin e tij. Ai vajti tek porti dhe u ngjit në një anije e cila ishte e mbushur dhe stërmbushur me mollra dhe me njerëz. Allahu xhaleshanu në kapitullin Safat, ajetin 114 thot, ai nxitoi drejt një anijeje të mbushur plot e përplot. Gjatë lundrimit filloi një stuhi e madhe. Dhe njerëzit të cilët ishin në anije duke lundruar me anije, filluan që ta shprozin anijen, t'i gjujnë në det gjesendet. Mirë po prap stuhia nuk pushonte. Ata vendosën me qitë short ku t'i be shorti me uhull në det, derisa të letohet anija dhe të qetësohet stuhia. Dhe kur qitën shorti i ra Yunusit a.s. për me kësy nga anija. Por ata e thanë, kjo është djalë i ri, edhe po duket që është një djalë i ri i respektueshëm dhe nuk po e gjumi këta. Qitën për herë dytë prap i ra Yunusit. Për herë tretë prap i ra Yunusit dhe kështu vendosën që me e hull ata në det. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim thot, e tregon këtë ngjarje, thot dhe hodhi short me detarët se kush duhet të hidhe dhe humbi. Kapitullin Safat, ajetin 141. Atëherë të gjithë ranë dakord që ta hedhin në det. Me ta hedhur në det Yunusin a.s. stuhia pushoi dhe deti u qetësua. Me ta hedhur në det Yunusin a.s. me gëlltiti një balen, Allahu xhaleshanuhu thot, pastaj atë e gëlltiti një balen se ai kishte bërë diçka të gabuar. Zoti e urdhëroi balenën që të mos ia thyej eshtat dhe mos ia dëmtoi mishin. Yunusi a.s. e kuptoi se kjo i ndodhi për shkak se u larguan nga populli i tij pa lejen e Zotit xhelle xhelaluhu. Ai filloi ta kritikoj, ta gjykoj veten e tij. Dhe kjo është shenja e parë e pendimit, sepse njeriu kur fillon me kritiku veten e tij për ndonjë gabim të cilën e ka bërë, pra është shenjë që e pranon gabimin dhe është pendu për gabimin të cilin e ka bërë. Ka mendime të ndryshme se sa ka qëndruar Yunusi a.s. në barkun e balenës. Disa mendime thonë se ka qëndruar për 3 ditë, ndërkohë që në disa transmetime të tjera thuhet se ka qëndruar 40 ditë. I vetëm në barkun e balenës Yunusi a.s. filloi të lutej me përgjërim. Thot Zoti në Kur'an, pra i përmend fjalët e Yunusit a.s. Andaj thërritin nga errësirat. Yunusi a.s. ndodhej në errësirën e barkut të balenës dhe në errësirën e detit edhe të natës. Dhe po të mos ishte nga ata që i lutën Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes. Andaj thërritin nga errësirat, s'ka zot tjetër përveç teje. Qofsh i lavdëruar, me të vërtet unë kam gabuar. E gjithë kjo i ndodhi sepse u larguan nga qyteti i tij pa lejen e Zotit.
Ai ishte një i dërguar i Zotit dhe si çdo i dërguar tjetër duhet që të respektonte urdhrat e Allahut xhaleshanu dhe direktivat e tij. Kjo histori në Kur'an e Yunusit a.s. ishte një përkujtim dhe për Muhamedit a.s. se si i dërguar duhet që me saktësi të respektoj urdhrat që ja jep Allahu xhalla xhelaluhu. Thot Muhamedi a.s. në një hadith, lutja e dhununit apo Yunusit në barkun e balenës ishte: s'ka zot tjetër përveç teje, qofsh i lavdëruar, me të vërtet unë kam gabuar. Nuk ka besimtar që e lut Zotin me këtë lutje, vetë se Allahu do ja pranoj një lutje të tij. Kjo lutje ka efektet me njëhershme, sidomos në zgjidhjen e belave dhe largimin e fatkeqësive. Ne ju përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga brengosja, kështu ne i shpëtojmë besimtarët, thot Allahu xhaleshanu në kapitullin Al-Anbiya, ajeti 88. Një nga shokët e Muhamedit a.s. e pyeti të dërguarin e Allahut, pra Muhamedit a.s. se kjo dua a është specifike vetëm për Yunusin apo vlen edhe për besimtarët e tjerë. Muhamedi a.s. i thot: ajo është specifike për Yunusin a.s. dhe vlen për besimtarët në përgjithësi. A nuk e ke lexuar vazhdimin e ajetit që Allahu thot: kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Gjatë gjithë qëndrimit në barkun e balenës, Yunusi a.s. përsëriste fjalët: s'ka zot tjetër përveç teje, qofsh i lavdëruar, me të vërtet unë kam gabuar. Pasi Allahu xhaleshanu i pranoi lutjen, balena e afroi pranë bregut dhe e nxorri jashtë. Thot Allahu xhelaluhu në Kur'an: por ne e hodhëm atë në një breg të shkret duke qenë i sëmur. Pra tash kjo e ka atë rëndësinë e veçantë. Vendi ku e nxorri balena ishte një vend i shkret, pa bimë dhe pemë. Yunusi a.s. ishte i sëmur sipas interpretuesve të Kur'anit, pasi ishte qëruar lëkura në barkun e balenës. Në këtë gjendje Yunusi a.s. e kishte të pamundur të lëvizte. Ai qëndronte i shtrirë dhe i pamundur për lëvizje. Në këtë çast ndodh një mrekulli tjetër ku pranë tij mbin një kungull. Allahu xhaleshanuhu në kapitullin Safat, ajeti 146 thot: dhe bëm që si për ti të mbinte një bim kungulli për të i bërë hije. Shkaku që mbiu një kungull dhe jo diçka tjetër është se gjethet e kungullit janë pak më të mëdha dhe janë më të përshtatshme për me i bë hije dikujt, në këtë rast Yunusit a.s. Në anën tjetër, kungulli kishte një aromë të këndshme, por jo vetëm, ajo kishte një specifik tjetër, që për shkak të asaj arome largoheshin insektet dhe mizat nga trupi i Yunusit a.s. Kështu që shërimi ishte më i shpejt. Por ushqim, sipas interpretuesve të Kur'anit, Zoti i kishte mundësuar drenushat të cilat i afroheshin, hapnin këmbët dhe i lëshonin qumësh për të pirë. Yunusi a.s. vazhdoi në këtë gjendje derisa u shërua plotësisht. Pasi u shërua dhe i u kthye shëndeti, Zoti e dërgoi sërish tek populli i tij në Nejneva, ku thot Allahu xhaleshanu kapitullin Safat, ajeti 147-148. Pastaj e dërguam atë te 100.000 e më tepër njerëz dhe ata i besuan. Prandaj u dha me jetë të këndshme edhe për një kohë. Mësimet që nxjerrim nga historia e Yunusit a.s. Historia e Yunusit a.s. është një mësim për të gjithë ata që ftojnë njerëzit në rrugën e Zotit që të mos i humbasin shpresat asnjëherë.
Në këtë ndodhi mësojmë qortimin që Allahu i bëri Yunusit a.s. dhe burgosin e tij në barkun e balenës që të ishte shlyerje për gabimin dhe argument i madh pra mrekulli për Yunusin a.s. Lejimi i përdorimit të shortit në çështjet jo të qarta apo në gjërat që kanë të bëjnë me meritën apo privimin prej diçkaje, përderisa nuk është e mundur që të bëhet ndonjë zgjedhje tjetër, me këtë rast pra lejohet një praktik e tillë. Robi nëse ka fillim të mirë me Zotin e tij dhe i njeh mirësitë e Zotit në kohë paqeje dhe bollëku, Allahu do t'ja kthejë dhe do ta njoh atë në kohë të vështira, duke i alarguar të gjitha hallet dhe brengat të cilat i ka. Prandaj në historinë e Yunusit, Allahu xhaleshanu tha, dhe po të mos ishte nga ata që i lutën Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes. Fjala e profetit a.s. kur thot lutja e vëllait tim dhe nunit për çdo që është në hall dhe lutet me këtë lutje, Allahu ka për t'ja larguar brengën. Ajo lutje është: s'ka Zot tjetër përveç teje, qofsh i lavdëruar, me të vërtet unë kam gabuar. Imani e shpëton njeriu nga tmerrat dhe vështirësitë. Kjo bazuar në fjalën e Allahut që thot: kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Do me thonë, i shpëtojmë kur janë në vështirësi për shkak të imanit që e kanë në Allahun xhalla xhelaluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.